Gjesti, me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim sfidues, i afrohet Eglit, e cila po rri e ulur duke u menduar. Ai e vëren me vëmendje dhe, me ton ironik, i thot: "Egli, hajde mos na e shit mendjen tani. Ti e di shumë mirë që unë nuk i ha këto lojrat e tua. Më mirë lëri këto gjëra, se nuk më bin dot me këto filma që bën." Egli, e nervozuar nga qëndrimi i tij, kthen kokën dhe e shikon me sy të ngushtuar. "Cilat lojra, Gjesti? Unë nuk luaj me askën. Ti je ai që gjithmonë mundohesh të më provokosh." Gjesti qesh dhe tund kokën. "Unë të provokoj? Hajde se na mbushe mendjen. Po ti ke luajtur kaq herë këtë lojë që tashmë e di si përfundon. Prandaj, mos u mundo kot se unë nuk bie më në këto gjëra." Egli e shikon me nervozizëm dhe kap duart në bel. "Pse gjithmonë mendon se unë po bëj ndonjë strategji? Unë nuk kam nevojë për lojra, unë jam e qartë me ndjenjat e mia, ti je ai që gjithmonë nuk di çfarë do." Gjesti e vështron për një moment në heshtje dhe pastaj afrohet edhe më shumë, duke i folur me zë të ulët, sikur të donte ta sfidonte edhe më shumë. "Nëse je kaq e qartë, atëherë pse sillet gjithmonë si një film dramatik çdo gjë që bën? Relaksohu pak, Egli. Nuk të shkon të bësh kaq shumë drama." Egli pshertin e lodhur dhe tund kokën. "Më mirë largohu, Gjesti. Nëse mendon se unë po bëj filma, atëherë mos shiko." Ajo kthehet dhe largohet me hap të shpejt, ndërsa Gjesti e ndjek me sy, duke buzëqeshur lehtë, i kënaqur që sërish kishte arritur ta ngacmonte.